Një ngjarje e rëndë është regjistruar mëngjesin e sotëm në zonën e Fusharrëzit, ku një person është gjetur i shtrirë pranë antenave të telefonisë në fshatin Krab. Sipas informacioneve paraprake, rreth orës 09:20, një qytetar ka njoftuar sallën operative të Komisariatit të Policisë Puk për praninë e një personi të pajetë ose në gjendje të rëndë shëndetësore pranë antenave në zonën e Midës. Menjëherë në vend ngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë së bashku me emergjencën civile dhe ekipet mjekësore, të cilat kanë konstatuar se bëhej fjalë për shtetasin LK, rreth 50 vjeç, punonjës i një kompanie celulare. Dyshohet se ai kishte shkuar për të riparuar një defekt në një antenë të kompanisë kur është përballur me një problem shëndetësor apo aksident gjatë punës. Për shkak të gjendjes së tij të rëndë, 50 vjeçari është transportuar me helikopter drejt Spitalit të Traumës në Tiranë, ku po merr ndihmë të specializuar mjekësore. Ndërkohë, grupi hetimor, në drejtimin e prokurorisë, ka nisur punën për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes dhe për të përcaktuar nëse kemi të bëjmë me aksident në punë apo shkak tjetër.